Prokuroria e posaçme ka dhënë këtë të martë pretencën për dosjen e bujshme 5D, pjesës së cilës janë ish drejtor të Bashkisë së Tiranës, të cilët janë në gjykim për korrupsion dhe pastrim parash. SPA kërkoi dënimin me 11 vite burg për ish drejtorin e UKT-s Redi Molla dhe 9 vite burg për ish drejtorin e IMT-s së Tiranës Marin Glenciato. Ndërkohë 7 vite burg u kërkua për Nestor Muhamet Llarin, si dhe nga 2 deri në 4 vite heqje lirie për 4 të pandehurit e tjerë të përfshirë në këtë dosje. Prokuroria e posaçme kërkoi nga grupi gjykues që të shpall fajtori ish drejtorit të Bashkisë së Tiranës dhe personat e tjerë për përfshirjen e tyre në një skem korrupsioni përmes kompanisë 5D Construction që drejtohej nga Molla dhe Qato, duke përfituar tendera dhe para nga fondet publike, pikërisht nga institucionet që drejtonin. I vetmi që ndodhet në burg nga ish zyrtarët e akuzuar është Marin Glenciato. Më herë gjykata posaçme shpalli fajtor, duke dënuar 4 prej të pandehurve që u gjykuan në proces të ndarë për dosjen 5D, por që nuk do të bëjnë asnjë ditë burg. Ata u dënuan me shërbim prove për shkelje të barazisë së pjesëmarrësve në tendera,